Lajmi i ndarjes nga jeta të këngëtarit të njohur shqiptar, Shpat Kasapi, ka tronditur sot publikun në të gjitha trojet shqiptare. Burime mediatike kanë raportuar se artisti ka humbur jetën pas një ataku të papritur kardiak, duke lënë pas një boçllëk të madh në skenën muzikore dhe një dhimbje të thellë te familja, miqt dhe fansat e tij. Vdekja e tij ka ardhur pa paralajmërim, në një ditë që për shumë njerëz nisi si çdo ditë tjetër, por përfundoi me një lajm që askush nuk e priste. Shpat Kasapi ishte një prej emrave më të dashur të muzikës moderne shqiptare, i njohur për zërin karakteristik dhe këngët që për vite të tëra u kthyen në hite të padiskutueshme. Ai kishte ndërtuar një karrierë të qëndrueshme, duke qenë i pranishëm në festivale, koncerte dhe bashkëpunime të shumta që i dhanë atij një vend të veçantë në zemrën e publikut. Pavarësisht famës, ai njihej si një person i qetë dhe shumë i afërt me fansat dhe ndjekësit e tij. Sipas raportimeve të para, artisti është dërguar me urgjencë për ndihmë mjekësore, por mjekët nuk kanë mundur ta rikthejnë në jetë. Ataku kardiak është ndër shkaqet më të zakonshme të vdekshmërisë së papritur dhe shpesh ndodh pa shenja paralajmëruese. Pikërisht kjo e bën edhe më të rëndë humbjen, pasi askush, as nga familja dhe as nga rrethi i tij i afërt, nuk e ka pritur një ngjarje të tillë. Pas publikimit të lajmit, rrjetet sociale janë mbushur me mesazhe ngushëllimi dhe trishtimi. Artist, personalitete publike dhe mijëra fansa kanë shprehur dhimbjen e tyre, duke ndarë kujtime, foto dhe momente nga karriera e Shpatit. Admirimi dhe respekti për të shihet qartë në çdo reagim, duke reflektuar ndikimin që ai ka pasur për më shumë se 2 dekada në muzikën shqiptare. Familja e tij ka kërkuar privatësi në këto momente të vështira, ndërsa skena artistike shqiptare ende nuk e ka përpunuar plotësisht humbjen e një prej këngëtarëve më të dashur të saj. Ikja e Shpat Kasapit është një kujtesë e dhimbshme se jeta është e paparashikueshme dhe se figura të dashura mund të largohen papritur. Por trashëgimia e tij muzikore do të mbetet përgjithmonë pjesë e kulturës dhe kujtesës son kolektive.